ndershëm, Zvërneci u çliruar dhe zëri i popullit u dëgjua. Tani ka ardhur koha që lëvizjen tonë ta çojmë në një shkallë tjetër. I frymëzuar nga ju, kam krijuar këtë manifest të titulluar Fundi i tranzicionit të Shqipërisë. Ai vazhdon kështu. I bëj thirrje institucioneve të pakapura, si forcave të armatosura dhe institucioneve të sigurisë, që të mbrojnë integritetin territorial të Republikës së Shqipërisë, sepse po kryhet tradhti kombëtare. I bëj thirrje flotës shqiptare, krenarisë së prigjeve në këtë anë të Adriatikut, të rrethojë Sazanin, shqiptarët e Otrantos, pasi vendi po hyn në gjëra të jashtëzakonshme. I bëj thirrje Shpakut, PKH-s të hetojnë në mënyrë të pavarur Edi Ramën për çdo ndikim politik, ekonomik apo administrativ mbi përdorimin e pasurive publike dhe zonave strategjike, përfshirë Sazanin dhe Zvërnecin. Janë të nivelit e Sat Pashës. Po ashtu, duhet e tonë Sali Berisha dhe familja e tij të hapen dosjet që lidhen me statusin e tyre në Ngrata nga SBA-ja, partneri ynë më i madh strategjik që çliroi Shqipërinë në 1920 dhe shtetin e dytë shqiptar Kosovën. Ky uzurpator, ish sekretar partie non grata, duhet të lërë postin e opozitës. Opozita është këtu. Shqipëria nuk është e shqiptarëve. Shqipëria nuk është e shqiptarëve, sepse shtëpia e shqiptarëve është e Zotit e Mikut, tha. Krye Palacoja. Je. Si guxon ky? Sipas Instatit, në 2022-shin kanë ikur 5 shqiptarë në orë. Ai ju thret juve delirant. Saliu nga ana tjetër thot ta çajmë neve Sazanin. Unë them se ka ardhur koha që Rama dhe Saliu ta çajmë lirin. Largimi i tyre është i panegociueshëm. I përthirrje Sovranit, popullit shqiptar të bojkotojë selit e bandave partjake PS, PD, thirrjet e qeverisë së krimit dhe të ashtu quajtur opozit që është bashkëpunëtore me të. Populli duhet të protestojë para selive të tyre dhe Shpakut ta nxjisë institucionin t'i ndjek penalisht. Përndryshe, populli shqiptar do ta shohë drejtësinë e re palë me krimin. I bëj thirrje Sovranit të mobilizohet dhe të kërkojë krijimin e menjëhershëm të një qeverie teknike, apartjake, tranzitore, të votuar drejt për drejt nga populli. Ministrat dhe ekipet e tyre duhet jenë ajka e kombit shqiptar. Shqipëria, trevat dhe diaspora duhet jenë njerëz profesionist pa lidhje me partitë aktuale politike. Qeveria tranzitore ka për detyrë të realizojë një vetim politik të plot të çdo politikani të marrë pandehur, të shpallur në ngrata ose të lidhur me korrupsionin dhe krimin. Të japë mbështetje të plot Shpakut dhe PKH-s në hetimin e këtyre politiqenëve. Të hapen dosjet e Kërtecit 21 janarit, dosja Ahmetaj, inceneratorët, sterilizimi dhe të gjitha krapitjet që kanë bërë këta politiqenë. Kjo qeveri është e detyruar, qeveria teknike po flas se këta kanë knaqur të zbatojnë nenitet të kushtetutës shqiptare, të mbrojtë të drejtat e shqiptarëve kudo që ndodhen. Si rrjedhoi, duhet krijojë ministrinë e diasporës dhe trevave që do të adresojë drejt për drejt me politikat e saj rikthimin e kombit shqiptar.
njëherë kartën e identitetit për shqiptarët ku do që ndodhen, nga arbëreshët e Italisë, deri te arbëreshët e Ukrainës, gjithandej ku ndodhen ata. Ata do i përgjithësim këtu, s'ka nevojë të vinë të tjerë. Brenda kësaj, kjo qeveri teknike apartjake duhet u vishet nga dashuria për atheun. Ajo duhet të ketë statut i qartë, ku do të bëhet pesa, unë sugjeroj, dekalogun e atetarit Mitat Frashëri, biri i Abdul Frashërit, ideatori i lidhjes Prizrenit, që është 2 ditë ka sot. Qeveria tranzitore apartjake duhet të vënkojë sa më shpejt të qeverit korruptuar se shpejti do të bjerë dhe do të ndjek pikat e manifestit të ardhur nga mlefi i popullit shqiptar që prej 1912-s. Sepse kur tallen ata me ne, duke thënë se nuk kemi alternativë, ne do të tregojmë vendin dhe do të themi se s'kan marrë gjë akoma. Protesta te vendi do të bëhet ku vendi, po e mbyll me shprehjen për mbyllësit e dekalogit të Mitat Frashit. Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve! Shqipëria e shqiptarëve!